Në botë zakonisht këshilltarët janë 60-70 vjeçar. Doja të bëja këshilltare. Doktor Rugova kishte një lloj distance në Shqipërinë. Një lloj autokrati i cili qeveriste nëpërmjet heshtjes dhe ignorimit. Rëndësia e rrëfimit dhe e mbamendjes kolektive është e randit të parë. Në një personalitet krejtësisht tjetër prej Recep Mejdanit është me Behçet Pacollin. E shihni si dërguar rus. Jo, po ai ishte i dërguar rus, domethënë Behçeti erdhi. Po, e vërtet ka pas qenë një aktivitet serioz dhe i rëndësishëm i tij, i cili për fat mirë u demonstrua edhe me rastin e Kenjas, sepse ai të cilën Behçeti përzin politike, biznese, vetëm kështu mund të zgjidhe. Ka pas një lëvizje e cila ka qenë revolucionare në Maltezi. Fal Drejtan Abazovicit, shumë shqiptar ose kripto shqiptar filluan të identifikoheshin si shqiptar. Momenti i cili është do të hyjë në histori kur një shqiptar lidh marrëdhënie me Kishën Ortodokse Serbe në emër të Malit të Zi. Trashëgimia ortodokse nuk është trashëgimi serbe. Është trashëgimi edhe etnisë son. Fajin për këtë, nuk e kanë të huajt, po e kanë vetë shqiptarët. Është shqelmimi i trashëgimisë historike dhe idesë se çdo gjë fillon nga ne. E krahason shtetin me në farë mënyrë me adoleshentin. Problemi është se ne po e shohim shtatëndërtimin si një proces më të gjatë. Mos vallë duhet edukuar pra që këtu të kultivohet, të rrënjoset përfundimisht mirënjohja ndaj perëndimit. Ti e di atë thënien e vjetër që rruga për mfer është me qëllime të mira. është shtruar me qëllime të mira.